Mirë se vini në Trade Kas Albania, unë jam Henry dhe jemi në një vit të ri tani, në 2025 na kaloi dhe ka ecur shumë mirë për grupin e Trade Kas Albania. Kemi rritur kanalin, por gjithashtu kemi përfumuar shumë mirë te kompeticioni US Investing Championship. Unë personalisht kam bërë 64% në fund të vitit, kemi pasur një vit me nuhatit më dhaja. Ishim deri te 101% për performancën e vitit të kompeticioni US Investing Championship dhe fatkeqësisht patëm ca shitje, ca likuidime, ca situata të paqëndrueshme 3 muajt e fundit që na ulëm pak performancën e vitit. Edhe pse kemi pasur një ulje të performancës, unë kam dalë te top 14 tregtarët në botë në këtë kompeticion. Kam mundur S&P 500 me 5x. S&P 500 ka bërë diku te 15% dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm, këtë vit që jemi tani 2026, të jemi dhe më të mirë dhe më të saktë dhe më fitting purse me ngjarjet e lajmit që do ndodhen këtë vit. Mendojmë që viti do jetë pozitiv të paktën 3 mujosh e parë dhe këtë gjë duhet ta mbuloj këtu. Si gjithmonë, emisioni jon është në 4 segmente. Segmenti i parë është analiza makro dhe ngjarjet kryesore të javës që ka kaluar dhe me ca ngjarje që presim javën tjetër dhe si mendojmë ne që do lidhen me tregun, me rritje, me ulje, me impakte të ndryshme në sektor të ndryshëm, do t'i mbuloj unë ato sot. Dhe segmenti i dytë, që është shqiptuar në 3 pjesë, është analiza teknikale e tregun e aksioneve me indekset kryesore, tregun e kriptos dhe tregun që përfshin këtu Forexin, madhrat dhe metalet e çmura. Fillim direkt për emisionin, dhe thoya që gjë e parë që unë du të mbuloj këtu është që jemi tani në një fazë që likuiditeti është shumë i hollë dhe kemi ca lëvizje të egzageruar, kemi pasur rotacione të ndryshme dhe është një fazë, për mendimin tim, të paktën kështu po e përdor unë, për të ribalancuar portofolin. Të hanën vinë prap institucionet hapen dhe vinë punëtorët, por jo të gjithë. Kemi pasur disa falso, duket shumë qartu me lëvizje që janë bërë në sektorin dhe tregun e aksioneve javën e kaluar, ku kemi pasur rotacionet nga large caps te medium caps, pastaj kemi pasur rotacionet te sektori energjetik dhe kështu me radhë. Disa nga asetet më të mira që unë kam pasur që nga fillimi i dhjetorit, Tesa për shembull, ka rënë këtë javë rotacione. Vazhdojnë këto rotacione dhe në ca raste dhe falso që janë krijuar në treg që më kanë ulur pak edhe performancën në fund të vitit. Mendoj që me mbarimin e rotacioneve dhe konsolidimi që po bëhen tani në tregun e kriptos, do kemi një lëvizje pak më serioze në muajin e parë ose 2 muajt e parë të tregut. Mund të qelloj që rritjet momentale që po krijohen në këto tregje mund të përdoren nga institucionet si likuiditet, por në anën tjetër mund të shikohen si një mundësi për të përfituar pak dhe me një val në rritje. Analiza teknikale do mulohet më mrapa dhe do t'i shpjegoj si po i lidhuna këto mendimet e mia me anën teknikale dhe për të hyrë në treg në momentin e duhur. Gjë tjetër që duhet muloja këtu është që 26-ta, viti 2026, do kemi për mendimin tim ulje të numrave interesit, sepse patëm të dhëna të mira dhe pozitive për inflacionin në javët e fundit të dhjetorit. Ja ku e keni, të heqim pak të shtetet e tjera. Kemi këtu
të bëjmë vetëm Amerikën. Shëban. Okej, ja ku e kemi. Patëm inflacionin që ishte më i ulët, por papunësia pak më e lartë. Kjo është ajo balanci që përmbahet tani nga Banka Qendrore Amerikane. Mendoj me inflacionin e ulët në 2.7% i jep mundësi Bankës Qendrore Amerikane të ulin normat e interesit dhe të ndihmoj punësimin dhe të ndihmoj bizneset e vogla. Është për të parë situata në fillim të vitit në janar, por kjo është një nga tematikat kryesore që si do manevroj Banka Qendrore Amerikane me normat e interesit për të balancuar dhe për të shpëtuar ekonominë amerikane ose punësimin, tregun e punësimit. Kishim GDP-n shumë më të lartë, që na dole 4.3%, diçka shumë pozitive që tregon që Amerika vazhdon të rritet si ekonomi, edhe pse ka pasur paqëndueshmëri, tarifa dhe situata të ndryshme makroekonomike që kanë krijuar situata me temi të pasigurta për investitorët dhe për bizneset. Në përgjithësi, do të thoya që një nga frikat kryesore të 2026-s është carry trade, që është sensitiviteti i tregut global nga jeni japonez, sepse ka qenë me përqindje 0% ose shumë afër te 0% jeni për shumë vite dhe është përdorur si një mundësi për të marrë borxh kapital dhe për të tregtuar dhe për të pozicionuar kapitalin në tregjet globale, sidomos tregun amerikan, dhe për të fituar aty dhe pastaj pagushin përqindjen të borxhit që kishin marrë në yen. Kjo është situata që jemi dhe është akoma pak sensitiv tregu, edhe pse tregoj që me rritjen e normave të interesit në Japoni nuk u ndje shumë këtë herë në fundit, ishte ndjer gjithë vitin e 2025, po mendoj që akoma është një tematik problematike për 2026, duhet të shikojmë me kujdes si do reagoj tregu në fazat të ndryshme, në momentet të ndryshme. Banka Qendrore Europiane vazhdon, për mendimin tim, të mundohet të ringjallë ekonominë europiane, por jo në mënyrën e duhur, sepse kemi probleme me shtetet që nuk po japin iniciativë bizneseve që të inovojnë dhe të krijojnë të ardha dhe rritje GDP në mënyrë natyrale, duke konkuruar në tregun global, dhe fatkeqësisht kjo është situata europiane dhe jemi ku jemi në këtë situatë, por mendoj që do kemi mundësi të tregjet në përgjithësi për të tregtuar swinget që krijohen në tregjet globale të përgjithshme. Për Amerikën, nga ana ime do të thoj që çdo gjë duket okay, mbulova pak këto dhënat, do dalin FOMC datën FOMC do në datën 30. Do dalin shifra punësimi këtë javë që do vi, JOLTS, job openings, do dalin ca informacione për papunësinë këtu në datën 9 të premten javën tjetër, dhe mendoj që këtu do dallohet se ku është tregu punësimit dhe pastaj normat e interesit del inflacioni javën mas asajt, dhe kemi në mes të muajit kemi GDP-n final këtu. Normat e interesit vendosen në datën 28, kështu që kemi një muaj që proponohet skenari që a do ulen normat e interesit apo jo në fund të muajit. Po që dalin pozitiv inflacioni, po që del relativisht pozitiv punësimi, dhe atëherë jemi në një situatë që do kemi ndonjë ulje norma interesi dhe çlirim kapitali dhe mundësi zhvillimi për bizneset e vogla dhe të mesme. Kemi dhe disa situata, këto ditë të fundit kemi pasur ca situata me
Venezuelën, mendoj që do ketë impakt te tregu i naftës, ja ku keni këtu energji, sektori energjisë do ketë ndikim. Do shikojmë me kujdes këte, po anon pozitivisht. Nafta dhe mund ketë rritje US Oil, po që fillohet ndonjë luftë. Kemi dhe sektorin armatimeve që unë jam pozicionuar pak agresiv këtu, duke bler AMTM-n, MBJ, kam bler RTX-in dhe jam munduar të pozicionohem pak agresiv te sektori i armatimit, sepse mendoj që mund fillojë ndonjë luftë dhe mund ketë një rritje sektori i armatimit, po ky është një lajm që si mund ta shfrytëzoni këtë lajm, duke trajtuar këto dy sektore që unë përmenda tani. Gjithmonë kur ka ngjarje të tilla, do të shikosh se ku do përfitosh më shumë dhe aty të pozicionosh kapitalin. Për 2026 plani im është të vazhdojmë me këtë ritëm që kam ecur këtë vit, do të thotë që një gjë kryesore këtu është rotacionet. Rotacionet do të jenë kyçi, mendoj që do jetë edhe më i ngjeshur tregu dhe më pak afatgjat me ngjarje të ndryshme që mund të ndodhin, dhe duhet të jeni të shkathët, dhe unë do mundon të jemi sa më i shkathët në rotacionin që bëj dhe lëvizjen që bëj në menaxhimin e pozicioneve që kam hapur, që të përfitoj nga lëvizjet afat mesme. Preferoj afat mesme, por ndoshta edhe afat shkurtër, përgjithë që tregu nuk më ofron lëvizje afat mesme. Kemi ecur shumë mirë me Baidu këto ditë, me 15% rritje vetëm dje, dhe ka kapur një shifër 1.5 këtu, do ta mbulojmë këtë si një nga asetet kryesorë që kemi trajtuar dhe sektorët e tjerë që ne po mendoj unë që të pozicionohemi te portofoli im për këtë vit. Kemi bler semiconductors që kanë ecur pak si mirë këto ditë me ALAB-n, AMD-n, sektorin e online retail, shitjeve ose dyqaneve online, eBay dhe Etsy kanë pasur mundësi të mira rritje dhe jemi pozicionuar pak aty dhe po mundohemi të hyjmë prapë te sektorët growth me QPTC-n që është quantum computing, dhe do kemi edhe besoj edhe ca të tjera që mund të bëjnë ca rotacione aty dhe të pozicionohen. Po në përgjithësi këto 2 javë të fundit janë ribalancim portofoli, pozicionime ku do bën rotacionet dhe pastaj për të shikuar ndonjë val nga mezi i janarit në pritje të uljeve të normave të interesit që të ndodhin në fundi i muajit. Pastaj kemi në mars, në prill diskutimet e heqjes të Jerome Powell dhe të vihet një guvernator Bankës Qendrore Amerikane që është pak më pro Trump, më pro uljeve të normave të interesit dhe gjëra të tjera. Do shikojmë se si do ecë kjo punë, por janari mund të jetë për mendimin tim pozitiv, ka filluar pozitiv dhe nesër të hënën vendoset animi. Ky është mendimi im, vendoset animi nga institucionet. Atëherë kaq ishte segmenti i ngjarjeve dhe lajmeve kryesore se si lidhen ato, dhe ja ku e keni skenarin që u shikoj momentalisht në treg. Mund të ndryshoj pak, të shtyhet pak e një javë, 2 javë ulja, por duket si një skenar shumë në mundësi të lartë dhe është pjesë e një shitje graduale të institucioneve për momentin, që nga 23-25 shtatori ku ka filluar kjo shitje dhe dalje nga institucionet në mënyrë graduale. Nasdaqun e kemi pak me probleme, sepse vazhdon të rezistojë dhe të jetë negativ dhe mund po thyu këtë vizën e trendit në rritje këtu, mund të shkojmë deri te 23.800, një ulje shumë e thellë
për Nasdaqun që përfshin këtu large caps si Nvidia, Microsofti, Tesla dhe kështu me radhë. Dhe ja ku keni një lëvizje 5% të Nasdaqu konvertohet të një lëvizje minus 10% të asetet kryesore dhe diku të 10% besoj të S&P-ja. Russell 2000 ka thy kësh small caps, ka thy strukturën e kanalit në rritje, po bën një trekëndsh tani dhe ka gjetur një support momental. Prap shenjat janë jo dhe aq pozitive dhe duhet që shikoj thyrën e zonës 2.5000 për një vazhdimsi për më lart dhe një ristrukturim të zonave. Duket pak i dobët. Mendoj deri në vendimin e normave të interesit sektori ose indeksi Russell 2000 për kompanitë më të vogla, small caps, do jetë pak i paqëndrueshëm. VIX-i që mat volatilitetin duket mirë në një zonë shumë të mirë relativisht, te zona 15 tregon një treg që nuk ka shumë paqëndrueshmëri dhe është i stabilizuar të kjo zonë dhe ka mundësi që të shkojë deri te 13. Në uljen e 13-s kemi një val serioze mbi 7000 të S&P për mendimin tim. Kështu do funksionoj dhe jemi kryesore këtu është që të qëndrojnë në 15 për një periudhë 1-2 javë. Në japjat e valën që unë parashikoj të S&P-ja deri te 7100. Ka që segmenti i aksioneve, kemi blerë dhe aksionet të ndryshëm këtu. Pak më para të tregova Baidu si një mundësi që unë ndava te Discordi jon, edhe do të marr mundësin këtu që të flas pak për komunitetin ton Trend Hunters. Keni dy paketa. Keni paketën fillestare që është 15 pound në muaj që merrni analizat e tregut, përfshin këtu analizat e përgjithshme të çdo aset kryesor, në një mënyrë që e bëjmë te podcasti këtu. Gjithashtu keni analizën makro, kemi dhe watch liste që unë ndaj për idetë që po shikoj në tregun e aksioneve dhe në tregun e kriptove. Do të tregoj kur kam darë dhe idetë, do njëherë jap ide falës aty, edhe pse kam të rezervuar për komunitetin Apprentice Hunters, ndaj ndonjë ide. Në datën 29 kam darë Baidu dhe kam thënë që ke një mundësi për 1/5. Kjo ka qenë ideja ime asaj dite, ka qenë një tregtim që më ka pëlqyer shumë dhe kam hyrë në ato momente që kam darë këtu me grupin Novice Hunters. Në momentin që kam darë për 3-4 ditë, ja shikoni ku jeni, ka bërë një lëvizje deri te 1/4 dhe mendoj që mund të shkojmë deri te 1/5. Lëvizje të jashtëzakonshëm me një vrull të jashtëzakonshëm dhe serioz. Por ju që dyshoni që ndoshta un kam dar 100 ide dhe kjo ka qenë vetëm një ide që ka ecur te grupi Novice Hunters, do ju tregoj tani këtu, kam dar Baidu. Këto nuk ishin ide, ishin përmbledhje se si po më hecnin tregtimet në ato momente, ku ka qenë ideja fundit. Kam darë te kraudu që ka dalë me pak humbje, ALAB-ja, që e keni në rritje graduale, ALAB-n. Kështu që jo të gjitha do hecim në këtë mënyrën e Baidus, por 1/3 lëvizje të hecim në atë mënyrë. 1/3 të dilni me dështim, 1/3 të dilni me një humbje me fitore të vogël. Jeni tregtar fitimprurës. Unë mundon të jap sa më shumë informacione te Discordi dhe t'ju informoj juve dhe me çmimin vetëm 15 pound në muaj. Por ju që doni të tregtoni
kripton, tregtimin e fundit që kam darë aty ka qenë Zcash përpara lëvizjes të fuqishme që bëri ja 10 ditë përpara. Shikojmë ku e kemi. Kishim të zonën këtu që më pëlqente dhe bëri një lëvizje me vrull. Do t'i tregoj dhe kripton këtu që e kam darë, Zcashin. Ideja e sotshme. Ndjendava ETH BTC për një lëvizje për më lart, okay? Që ka ecur mirë për momentin dhe jemi në një start dhe s'ka marrë vrullën akoma. Por Zcash ka kapur një profit të mirë. Ide që po i ndaj falas te Novis Hunter që është vetëm 15 pound në muaj. Për ju që doni të investoni kapitalin në mënyrë profesionale me ndërtim portofoli, si puna ime që unë këtë vit kam nxjerr diku te 70% të aksionet, dhe është me faktet të kompeticionit US Investing Championship, mund më kontaktoni në Telegram, linkun e keni më poshtë, privat, dhe të antarësoni të grupi Apprentice Hunters, ose hyni të Discordi Novice Hunters, që është 15 pound në muaj, dhe më kontaktoni aty dhe shpeni kërkesën në formën që mund të bëni aty, dhe ose thjesht edhe një mesazh dhe fillojmë antarësimin te komuniteti më i avancuar për ju që keni një farë kapitali. Dhe po i them këtë që duhet keni një farë kapitali që të përfitoni nga tregu. Unë gjithmonë ju sugjeroj që minimumi të filloni me $10,000 deri në $15,000 tregtimin. Po që nuk keni atë lloj kapitali dhe doni të mësoni, keni Novice Hunters që me vërtet është një komunitet me vlerë për fillestare që duan të avancojnë dhe të mësojnë. Ka ishte për të thënë për komunitetin ton, ligjet i keni më poshtë të përshkrimin videos dhe shifimi atje si në Telegram falas dhe në Discord, flasim dhe diskutojmë atje. Do fillojmë me analizën e kriptos. Fillojmë me Bitcoinin. Bitcoini ka gjetur support këtu për rezistencë të vazhdueshme të zona 90 pik ca deri te 91. Kjo zonë ka qenë zonë me rezistencë të fortë. Po u thu kjo, shkojmë te 95 dhe te 100 që do gjejnë rezistencë të njëjta këto dy zonat. Okej. Unë kam hapur një pozicion të vogël këtu dhe mendoj që mund të eci për lart. Më pëlqen RR-ja këtu 1.3, më duket okay dhe po ra mund ta shtrëngoj stop lossin deri këtu dhe nuk u mbas sasinë që kam rrezikuar, mund të mbas ndoshta gjysmat ose 1/3. Kjo është menaxhimi i rrezikut që unë bëj me strategjinë time. Më duket okay Ethereum, por do të shoj diçka te Bitcoini që duhet të qëndroj mbi 90.6, që unë të kem besim që kjo do vazhdoj një valë serioze dhe mund të fus pak më shumë te e zonë. Ethereum ka ecur shumë mirë dje dhe po bëri ndonjë dip, është normal këtu. Kam hapur një pozicion të vogël te zona 3000 në thyrje të strukturave. Ka thyrë dhe strukturën e kësaj rezistencë këtu te 3060, por është vetëm starti dhe e hëna vendos çdo gjë që kam thënë për tregjet financiare në përgjithësi. Ardha e volumeve, ardha e institucioneve vendos tregun, po më duket okay për momentin për një lëvizje. Dhe prapë mund ta menaxhojmë situatën duke minimizuar humbjen deri te gjysma e kapitalit që kam rrezikuar. Por avash shikojmë se si do reagoj te zonat e strukturat. Synimi im është 3500 te ky tregtim, që mund të realizoj një me 3.8. Rrezikoj $1,000 për shembull për të bërë $3,800 ose $10,000 për të bërë $38,000. Dhe më duket tregtimi mirë për momentin. Kaq është segmenti i kriptos. Për më shumë hyni te Discordi me 15 pound në muaj Novice Hunters, keni linkun për më poshtë, keni dhe Telegramin që është falas për të bërë pyetje gjatë javës për ndonjë gjë që doni të dini dhe për të parë ndonjë mendim timin për tregjet financiare. Shihemi te komunitetet. Tani do bëj analizën e Forexit, do mbulojmë dollarin, metalet e çmura dhe mallat kryesor dhe bondet 10 vjeçar që ka qenë shumë e rëndësishëm. Dollari ka pasur një rritje dhe
për mendimin tim është normal si rritje, nuk është që është i jashtë normës, por nuk më pëlqen dhe do doja një rezistencë tani te kjo zonë. Doja rezistencën këtu, u thy, shkoj për lart, du një rezistencë te kjo zonë se kisha parashiku një rritje deri këtu dhe pastaj ndonjë lëvizje. Du një farë rezistence që të silli pak më shumë rrull të tregjet globale që janë pak më shumë me riskon për të marrë rrezik. Bondi 10 vjeçar ka bërë këtë formimin, koka dhe 2 shpatlla këtu poshtë, ka thyr strukturat dhe po tregon që tregu është akoma i friksuar pak dhe po rritet. Ja kam frikën kësaj rritje zete 4.3 dhe kam merak që mund të themi të krijoj shitje në tregjet e tjera. Shkojmë dhe pak metalet. Po bën tani një farë konsolidimi dhe dipi, argjendi dhe floriri. Argjendi mund shkojë deri te zona 67 ose 64 për mendimin tim. Ishte shumë i arsyeshëm kjo ulje, sepse rritja ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Floriri mendoj që shkon te 4.2000, te kjo zonë ritestim këtu dhe ristrukturohet për ndonjë val tjetër ose falca dhe ulje më thellë. Po mendoj 4.2 shkon me siguri. Por mallet e tjerë nuk po i mbuloj, kemi pak naftë në rënje. Në përgjithësi nuk ka ndonjë gjë për të mbuluar këtu dhe nuk shikoj ndonjë gjë me interes këtë javë që ta mbulojmë te podcasti javor. Për ju që doni të merrni më shumë informacione gjatë javës, keni Telegrami Falas. Mutuni aty dhe të më bëni pyetje gjatë javës. Gjithashtu keni dhe grupin 15 pound në muaj që është Discordi që unë ndava pak më parë në video dhe shpjegova se çfarë vlere merrni aty. Keni dhe media sociale të tjera, TikTok-un, Instagrami që unë bëj video në TikTok, bëj live, mundohem një herë në javë të bëj ndonjë live për një temë kryesore të tregjeve dhe aty na bëni follow edhe na bëni subscribe në YouTube sepse do vazhdojmë të bëjmë content për tregjet, por do bëjmë dhe një ndryshim te kanali jon totalisht që do fillojmë të flasim dhe për temat të tjera që kanë të bëjnë me investimin dhe përdorimin e kapitalit në biznes, analizën ekonomike dhe video të ndryshëm për botën e investimit dhe tregtimit. Shihemi javës tjetër.